Radha është tani për intervistën në studio, e ftuar është deputeti i Lëvizjes Vetëvendosësie Halil Thaçi, njëkohësisht kandidat për kryetar të komunës së Obiliqit. Mirëmbrëma, mirë se vini zoti Thaçi. Mirëmbrëma, mirë se jeni. Natyrisht dua të flasim fillimisht për garën e balotazhit në rundën e parë, rezultati të jetë i ngushtë zoti Thaçi. Balotazhi do të jetë vendimtar, gjasat ndaj Xhafer Gashit me 9 nëntor. Sigurisht që ishte një garë shumë e ngushtë që unë shfrytëzoj rastin të falenderoj gjithë qytetarët e komunës së Obiliqit që nga viti 2021 kur atëherë në atë kohë ishim në balotazh dhe që kishim 2500 vota, në vitin 2025 pra në këtë garë me 12 tetor kishim mbi 5600 vota, pra është një rritje shumë e madhe e që u jam mirënjohës gjithë qytetarëve të komunës së Obiliqit për kënder të madh që i kanë bërë Lëvizjes Vetëvendosësie dhe respektivisht mua si kandidat për kryetar komune. Megjithatë, jeni i dyti, nuk jeni i pari, zoti Thaçi. Xhafer Gashi mund të ketë gjasat më të mëdha, apo jo? Po, është një garë shumë e ngushtë, jemi vetëm 233 vota ofër njëri tjetrit, pra marr parasysh që unë konsideroj që ne jemi fitus tek votat e qytetarëve shqiptar atje, sepse kemi votat e qytetarëve shqiptar dhe që lista serbe ka pas një koalicion të fshehtë siç po shihet me Lidhjen Demokratike të Kosovës. A keni fakte, argumente kur akuzoni për një koalicion të fshehtë mes LDK-s atje dhe listës serbe? Po, nëse e shikojmë votat e listës së asamblesë, duket qartë që janë 600 vota të listës serbe që kanë kaluar, që nuk është votuar kandidati i tyre, por kanë kaluar te Lidhja Demokratike e Kosovës. Realisht edhe 606 vota i ka marrë kandidati për kryetar nga lista serbe. Po. Që është Goran Dančetović. Goran Dančetović. Por kjo s'mjafton të thuhet që ka marrëveshje të fshehtë, apo jo, zoti Thaçi? Mund të jetë akuzë për konsum politik? Nuk është për konsum politik. Tashmë në disa media vetëm janë dalur disa fotografi të takimeve të tyre që i kanë në mes vete. Prandaj unë e them me përgjegjësi të plotë që jemi fitus në këtë garë, sepse jemi fitus vetëm me koalicionin që kishim me qytetarët shqiptarë dhe se sigurisht që ky koalicion me qytetarët shqiptarë do të na shpije edhe në fiturën përfundimtare me 9 nëntor. Dhe dua ta kemi regjia në total këtë infografik që flet për rezultatin e kandidatëve për kryetar të komunës së Obiliqit. Xhafer Gashi pra ka 46.20% të votave apo 5859 vota. Halil Thaçi që kemi në studio nga Vetëvendosësia 44.37% apo 5626 vota dhe Goran Dančetovićin e përmendëm 606 vota, Ali Krasniqin e AK-s me 2.36% apo 299 vota dhe Nusret Kelmendi nga Partia Demokratike e Kosovës me 225 vota. Këtu me gjasë dhe koalicionet do t'jenë vendimtare, apo jo, zoti Thaçi me që ka nisur koalicionet, sidomos Vetëvendosësia ka qenë aktive me koalicione, së fundi. Po, ne nuk kemi ndonjë koalicion dhe sigurisht që unë i bëj thirrje gjithë qytetarëve të komunës së Obiliqit që të na bashkohen, ta bëjnë ndryshimin që ky ndryshim duhet të ndodhë dhe do të ndodhë me 9 nëntor. Koalicioni ynë është vetëm me qytetarin, koalicioni ynë është me qytetarin dhe do të qeverisim me qytetarin e bashkë për qytetarin. A keni pasur kontakte me subjektet e tjera të zëmë me AK-n, PDK-n në Obiliq? Nuk kemi pasur kontakte, sepse është herët të thuhet, mirë po unë i ftoj gjithë qytetarët e vullnetit të mirë që duan ndryshimin në komunën e Obiliqit të na bashkohen ta bëjmë këtë ndryshim. Pse akuza kur thoni që qytetarët serb kanë votuar njërin apo tjetrin kandidat shqiptar? Ata kanë të drejtën e tyre të votës të votojnë, zoti Thaçi, pse kjo ndarje e tillë po e bëni? Shëni, është absurde kur në një vend votim ku shumicë janë serb,
dhe votohet një kandidat shqiptar më shumë se kandidati serb. Pra, mbi votohet, është fjala për fshatin Plemetin, apo një shkollë atje ku është vend votimi, ku Lidhja Demokratike e Kosovës ka pasur 499 vota, ndërsa kandidati serb ka pas vetëm 300 vota, 313 vota. Prandaj janë fakte që flasin, me numra që flasin, dhe sigurisht që nëse nxjerrni këtu në ekran, mund ta shihni se si kanë devijuar votat nga lista serbe apo votuesit e listës serbe në Lidhjen Demokratike të Kosovës, që në fakt nuk është kjo Lidhja Demokratike e vërtet. Pse s'është? Sepse zoti Goshi për një kohë të gjatë në 2 mandate radhazi ka qenë luftari i ashpër i Lidhjes Demokratike të Kosovës, ka qenë në subjektin e Aleancës për Armërinë e Kosovës. Pra, nuk është kjo Lidhja Demokratike e Kosovës, e unë shfrytëzoj rastin këtu t'i bëj thirrje gjithë atyre që i besojnë frymës rogoviane, që na mbështesin dhe sigurisht që edhe subjektin e tyre me fitoren tonë ta çlirojnë. Minista, ashtu gjysma e vendosjes s'ka ish zyrtar të PDK-s. Unë e them për atë që është në obilish. Sepse kryetari aktual ka qenë Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës edhe në vitin 2013 edhe në vitin... Kishte iniciativë qytetare me pas aderoj në LDK? Po, edhe në vitin 2013 edhe në vitin 2017 ka bërë një garë shumë të ashpër me Lidhjen Demokratike të Kosovës. Pra, është njëri ndër ata që më shumë të kanë luftuar Lidhjen Demokratike të Kosovës, dhe sigurisht që marë parasysh edhe nëse i shohim figurat që janë aty, ata vetëm LDK nuk janë. Si janë LDK? E thamë me përgjithësi të plotë. E dinë qytetarët e komunës e Obiliqit për çka po flas, prandaj unë i bëj thirrje të gjithë atyre që e duan çlirimin e LDK-s, duhet na besojnë dhe duhet na votojnë, sepse me fitoren e lëvizjes vetëvendosje fiton edhe vetë Lidhja Demokratike e Kosovës dhe fiton vetë fryma rogoviane, që ka shumë qytetarë në komunën e Obiliqit që i besojnë asaj fryme. Akuzat, dua ndalem një herë të akuzat që po i bëni për një marrëveshje të fshehtë me listën serbe. Çka nëse qytetarët serb, të komunitetit serb, ju ka pëlqyer qeverisja zotit Gashi në Obiliq dhe donë ta votojnë ata? Atëherë le ta votojnë. Unë e them me përgjithësi të plotë se nuk do të kem asnjëherë koalicion dhe nuk më duhen asnjëherë votat e listës serbe. Unë nuk them qytetarëve serb, po them votat e listës serbe. Lista serbe nuk e meriton të jetë në garë, as në nivelin lokal, as në nivelin nacional. E them me përgjithësi të plotë, sepse e dim fort mirë rrjedhën e ngjarjeve që kanë ndodhur në veri të vendit. Dhe kjo, thoni, është arsye se si duhen votat e qytetarëve serb në komunën e Obiliqit. Unë thash përsëri po e them, që nuk do të kemi koalicion me ata që kanë keq qeverisur, me ata që kanë keq përdorur taksat e shtetit tonë, që kanë keq përdorur e abuzuar me pozitat që i kanë. Keni parasysh, në kryetar i komuniteteve në komunën e Obiliqit është një person i cili është edhe drejtor në komunën paralele që tashme nuk ekziston në komunën e Obiliqit. Vetëm në vitin 2024. A ekziston të rast? Nuk ekziston? Nuk ekziston ajo, por është në kryetar që nga viti 2013. Pra, ky i takon listës serbe dhe është në kryetar i komuniteteve në komunën e Obiliqit. Kjo nuk do ndodh me mua si kryetar, i siguroj qytetarët e komunës së Obiliqit, kjo nuk do të ndodh. Partitë e tjera, koalicion partitë e tjera, nuk përgjigjet sakt me AK-n PDK-n, sepse në vështre kur bët, u bë buj të jetë e madhe, si vetëvendosje me degën e LDK-s në vështre. Unë jam i hapur për çdo qytetar që duan ndryshimin. Apo ata s'po dojnë me juve?
Nuk kam ndonjë ofertë nga ata, as unë, as ata, por unë jam i hapur gjithmonë dhe jam i bindur, duke i njohur si djem e vajza që janë të rreshtuar në Partinë Demokratike, në Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës, ata saktësisht e duan ndryshimin në komunën e Biliqit. Çka i ftoj publikisht që të na bashkohen e ta bëjnë ndryshimin. Po, dhe zoti Thaçi, me që jeni dhe deputet i Kuvendit të Republikës së Kosovës, njërin më të votuarit në vetëvendosje, apo jo, mbi 20.000 vota, dua ta diskutojmë edhe çështjet aktuale politike, në veçanti kur ka mbetur edhe 3 ditë kohë deri tek përfundimi i afatit kushtetues për mandatarin për kryeministër Albin Kurti. A keni ndërmend me formu qeverinë apo jo? Unë shpresoj shumë që në këto 3 ditë do të krijohet qeveria e Republikës së Kosovës, do të krijohet Kurti 3, qeveria Kurti 3, që shpresoj që do të ketë një punë të mbarë, punë të mirë, edhe do të punoj për vendin ashtu siç i ka hije Kurtit. Por pikpyetja e madhe është që s'po keni numrat për ta votuar qeverinë, zotë Thaçi. Ka bisedime, ka negociata për të siguruar numrat e nevojshëm? Sigurisht që ka bisedime dhe ato sigurisht do të bëhen të ditura posa të finalizohet edhe koalicioni. Me nismën socialdemokrate? Nuk jam i thirrur të flas edhe për detaje, sepse sigurisht nuk më takojnë mua, përderisa nuk jam antar i kryesisë lëvizjes vetëvendosje, por unë këtu nga kjo studio shfrytëzoj rastin që t'i bëj thirrje të gjithë atyre që kanë vullnetin e mirë që të hecim tutje, ta krijojmë qeverinë dhe të vazhdojmë tutje. Pra, presni reflektim nga ish partitë opozitare, në veçanti thirrjet vazhdueshme i keni bërë Lidhjes Demokratike të Kosovës, zotë Thaçi, por ata nuk duan që ta votojnë Kurtin. Nuk duan të jenë pjesë e qeverisë. Është drejtë e tyre, sigurisht që është drejtë e tyre, por nuk e shoh që një politikan që paguhet nga toksat e shtetit të ikë përgjegjësisë së tij. Prandaj edhe këtu nuk më vjen mirë që në Kosovë ka politikanë të tillë që nuk e kanë guximin që të marrin përgjegjësi mbi suvet e tyre. Prandaj qeveria nuk është privilegj, por është një përgjegjësi. Dhe këtë përgjegjësi jo çdo kush e ka guximin që ta marrë. Në këtë rast nuk po e ka guximin Lidhja Demokratike të bashkohet siç po shihet. Në këtë rast Lidhja Demokratike nuk po e ka guximin që ta merr këtë përgjegjësi bashkë me neve që ta qeverisim vendin. Nuk është e lehtë dhe nuk është e pa përgjegjësi që të qeveriset me kryeministrin Albin Kurti, që dihet fort mirë sukseset që i kemi pasur që nga veriu deri në ekonomi e në zhvillim të vendit. Prandaj nuk është e lehtë që 4 komunat veriore që dikur u barikadonin nga ekstremistë të ndryshëm e terroristë të ndryshëm, sot është një pjesë e lirë e vendit, e këtë nuk e bën çdo kush, por vetëm ai që ka një vizion, vetëm ai që e don dhëun dhe vetëm ai që e ka guximin shumë të madh. Por megjithatë në ato komuna tash tutje do të qeverisen nga kryetarët që vijnë pikërisht nga lista serbe. Po sigurisht që një pjesë e madhe e qytetarëve atje janë serb dhe ata kanë fituar votat dhe do të qeverisin, por nuk do të thotë kjo që përderisa qeverisë një kryetar komune mund të bëj barikadat e mund të bllokoj atë pjesë ashtu siç ka qenë bllokuar. Nuk mundem unë nesër si kryetar komune ta bllokoj Biliqin, pavarësisht se jam kryetar komune, aty funksionojnë organet e shtetit, njëjtë sikur në Biliq në Leposavić, Republika e Kosovës cep më cep tashmë është në duar të sigurta dhe është e lirë në çdo pjesë të saj. Dhe pavarësisht që do të qeverisim këto komuna pra nga kandidatët, tashmë kryetarët nga lista serbe, nuk presni që të ketë ndryshim të situatës atje? Unë nuk pres që do të ketë ndryshim. I bëj thirrje atyre qytetarëve që të respektojnë rendin dhe ligjin. Dhe sigurisht që
shteti jonë është atje, me kokë e këmbë për ta mbajtur rendin e ligjin, si në Leposafiq, Zupin Potok, Mitrovic, Dverit e Zveçan, ashtu edhe në të gjitha pjesët e Republikës Kosovës, është shteti jonë, është policia jonë që mbon rendin dhe ligjin. Mirë, kemi kohë mjaftueshëm për të folur natyrisht edhe për këtë çështje, për atë se çfarë do ndodh të dielën, zoti Thaçi. Pra, çfarë presni realisht të dielën kur është edhe afati, përfundon afati kushtetues? Cili është plani i vetëvendosjes me kë synoni ta formoni qeverinë? Unë pres të dielën ta kemi formimin e qeverisë Kurti 3. Pra presni që të prezantohet kabineti i ri qeveritar dhe të votohet? Absolut po, pres që ta votojmë kabinetin e ri qeveritar, qeverinë Kurti 3, prandaj shpresoj shumë që kjo do të ndodhë të dielën apo ndonse edhe para të dielës. Edhe para të dielës mund të ketë seancë që do të votojë qeveria Kurti 3. Por pikpyetja e madhe siç e thash janë numrat, votat, zoti Thaçi. Përveç atyre të minoriteteve që i keni disa 8 prej tyre apo jo. Po. Janë pyetje edhe 5 vota që arrihet numri domosdoshëm. Nga kush? Unë e thash edhe më herët, nuk më takan, as nuk jam i thirrur që të jap detaje se si do të bëhet formula e koalicionit, po mbi gjitha i bëj thirrje gjithë atyre deputetëve që deputetëve vullnet mirë dhe ata që e kanë guximin që ta formojnë qeverinë Kurti 3 më së largu të dielën. Është afati edhe është koha kur duhet ta kemi qeverinë Kurti 3. Zoti Kurti e quajti proces të jetë vështirë formimin e qeverisë së re. Tha që atmosfera është toksike, ka xhelozi e inate, ndër të tjera zoti Thaçi, kush po ju xhelozon, kush po ja ka inatin? Po, siç po shihet, mund të ketë të drejtë, sigurisht, Kurti kur e thot një gjë të tillë. Mirë po shpresoj dhe bëj thirrje që këto inate, këto xhelozi të kalohen, të kalohen dhe të vazhdojmë tutje me formimin e qeverisë dhe krijimin e institucionit tonë që është shumë i rëndësishëm për vendin edhe për ekonominë e vendit dhe sigurinë e vendit. Edhe ashtu, një mbër 8 muaj që nga mbajtja e zgjedhjeve dhe s'është bërë akoma formimi i qeverisë së re. Është parë qartë që nga fillimi që partitë opozitore po e presin përfundimin e zgjedhjeve lokale, e kam thënë në shumë media dhe po e them përsëri, kjo ka qenë një strategji e opozitës që për ta mbajtur kështu pezull krijimin e institucionit. E opozitës? E opozitës. A keni kalkuluar edhe jo? Jo, ne... Në çështjen e zgjedhjeve lokale, tash edhe balotazhin. Unë s'mendoj në asnjë formë që ne kemi kalkuluar, sepse kemi bërë shumë hapa për krijimin e institucionit të kuvendit, kryetarit të kuvendit dhe kryesisë së kuvendit. Mirë po, ju e keni parë dhe të gjithë qytetarët kanë qenë dëshmitarë se si jemi bllokuar nga deputet të opozitës, e që në vazhdimsi unë ju kam bërë thirrje që të zhbllokohet një proces i tillë, sepse qytetarin na ka votuar që të krijojmë institucionet, që të hecim tutje, pavarësisht se cilit na e ka treguar vendin, se cilit subjekt i ka treguar se me sa të qeverisë apo ju, e neve na ka thënë që të bëjmë koalicion, e ne i kemi bërë thirrje për të bërë koalicion edhe subjektit që ju e përmendët më herët. LDK-s, se po hezitoni të përmendi, LDK-s i keni ndërguar ftesë, por ju ka refuzuar, zoti Thaçi. Po ata s'po kanë guximin me qeverisë, unë e thash, duhet të jesh guximtar me qeverisë. Por ka pasur një deklarën të fundit të zotit Tavizhiku, sonte me mua në kryetari LDK-s fjala e dhënë ndaj votuesve mbahet. Nuk ka koalicion LDK me vetëvendosjen asesi. Sonte Lumir Abdixhiku në Dugazhen, kështu ka deklaruar. Ajo është çështja e tij, ai po kalkulon në rritjen e subjektit të tij, po unë po ja jap një porosi nga këtu, nuk rritet subjekti duke bllokuar shtetin. Ata e kanë bllokuar shtetin, i kanë bllokuar marrëveshjen ndërkombëtare, janë 360 milion euro marrëveshje ndërkombëtare që për 3 vjet radhazi nuk na i kanë votuar në Kuvendin e Republikës Kosovës. Është për të ardhur keq, lëvizja vetëvendosje në krejt historikun e saj që nga viti 2010 kur daton në Kuvendin e Republikës Kosovës nuk i ka votuar vetëm 3 marrëveshje ndërkombëtare. Asociacionin
demarkacionin dhe gjykatën speciale. Që mendoj, për të trijat, kemi pasur plotësisht të drejtë. Dhe sot nëse më pyet dikush, a do t'i kishe votuar, a i votan, unë asnjëherë nuk do t'i votaja në gjë të tillë. Sot për gjykatën speciale po derdhin lot krokodili bashkë themeluesit e saj. Bashkë ata që e qunin tradhtor atë që nuk e votonte gjykatën speciale. Pra është për të ardhur keq se me çfarë demagogjie kemi të bëjmë. Kemi të bëjmë me ata njerëz që vetë kanë votuar dhe sot e ngrehin gishtin nga lëvizja vetëvendosje që ka protestuar brenda dhe jashtë kuvendit për ta penguar themelimin e kësaj gjykate. Por për formimin e qeverisë së re, tentimin për ta formuar qeverinë, Abdixhiku e ka cilësuar se të dielën mund të ketë një shfaqje teatrale të vetëvendosjes në tentimin për ta formuar qeverinë e re, kështu e ka cilësuar. Po mendoj në çfarë kuptimi ka mendu shfaqje teatrale, ne vazhdimisht shkojmë në kuvend sa herë thirret seanca. Jemi ndërgrupi parlamentar më i përgjithshëm, kemi qenë edhe në legislaturën e kaluar, ashtu jemi edhe këtë legislaturë. Ne po kërkojmë formimin e qeverisë, ndërsa ai dhe subjekti i tij po shihet që po duan ta bllokojnë qeverinë. Jo e patë edhe me kuvendin, se si ishte bllokuar. Por ishte pikërisht LDK-ja që votoi në trashëgjimin për nënkretarët të kuvendit, që më pas u cilësua i konstituar kuvendi. Por akoma ka një ankesë në listën serbe në gjykatën kushtetuese. Ka një ankesë, mirë po tashmë është i konstituar kuvendi dhe nuk mendoj që gjykata kushtetuese do ta hedhë poshtë konstituimin e kuvendit. Mirë bëri LDK-ja që e votoi. Ishte një hap i vogël i guximshëm i tyre, mirë po sido që të jetë është mirë që është konstituar pas 8 muajsh Kuvendi i Republikës Kosovës. Jo si vetëvendosje dhe zoti Kurti së fundi nuk po e përjashton mundësinë e zgjedhjeve të jashtëzakonshme, zoti Thaçi. A po shkojmë drejt zgjedhjeve të reja parlamentare? Personalisht unë mendoj që mbase edhe le të shkojmë në zgjedhje, por nuk duhet të shantazhohemi nga askush. Ne në asnjë formë, në asnjë mënyrë nuk do të bëjmë koalicion me listën serbe, siç kanë bërë subjektet tjera. Mund të shkojmë në zgjedhje, i kërkojmë faljes qytetarëve që duhet mbase të shkojmë në zgjedhje, po asnjëherë në asnjë formë lëvizja vetëvendosje as nuk është shantazhuar e as nuk do të shantazhohet nga askush. Kujt do t'i konvenonin juve si vetëvendosje subjekteve tjera, qytetarët mund të ja lëm fajin gjitha subjekteve politike, por më së shumti përgjegjësinë e ka pasur këtu vetëvendosje, duke pasur 48 deputet, apo jo, zoti Thaçi? Shqeni, qytetarët po e shohin shumë qartë, shumë mirë, edhe dim shumë mirë se si janë bërë në të kaluarën koalicionet, si janë bërë, si kanë përfituar individ të ndryshëm, qoftë për një votë ka fituar edhe një bizneset të ndryshme, mirë po kjo nuk ndodh me qeverinë tonë, kjo nuk ndodh me lëvizjen vetëvendosje, prandaj e thash një gjë të tillë, shumë qartë dhe shkurt që lëvizja vetëvendosje mund të shkojmë në zgjedhje, por asnjëherë në asnjë formë as nuk bëjmë koalicion me listën serbe e as nuk shantazhohemi. PDK-ja dhe AK-ja po përmendin si mundësi që të ketë zgjedhje edhe në muajin dhjetor, po përmendin edhe data 7 e 14 dhjetorin si mundësi. A shihni këtë apo jo? Lëvizja vetëvendosje, ka thënë edhe kryeministri Kurti, është e gatshme në çdo moment të shkojë në zgjedhje. Por gjithmonë pa fajin tonë, ne jemi konstruktiv, ne po ofrojmë zgjidhje, ndërsa borën e të shkuarit në zgjedhje sigurisht para qytetarëve do ta mbajnë ata që po duan ta bllokojnë formimin e qeverisë Kurti. Ata që nuk duan të marrin pjesë, ata që nuk kanë guxim të marrin pjesë në krijimin e qeverisë. Ju po doni vetëm me LDK-n dhe nismen, por a jeni të gatshëm për kompromise, për të bërë koalicion, zoti Thaçi pra? Nga dalë edhe por shosim aty ku s'më takon të flas, por kjo i takon kryesisë së lëvizjes vetëvendosje, ne kemi një këshill të përgjithshëm dhe çdo vendim që merret. Jo, e qartë, por vlerësimi juaj si deputet i Kuvendit Kosovës, deputet i vetëvendosjes. Pavarësisht saj, kjo mbetet të shihet në të ardhmen, nuk më takon të flas për një gjë të tillë, mbase
puna ime tashme është në zgjedhjet lokale dhe deri me 9 nëntor unë kam punën e madhe në zgjedhjet lokale. Por as opozita, a mund të ketë qeveri të ish opozitës? Qeverit të ish opozitës mbase mund të mendoj dikush, por nëse mendon dikush që të ketë qeveri me listën serbe, e ka një gabim shumë të madh, e që mendoj që qytetarët nuk ja fal. Dhe nuk do të duhet ja falte. Sepse ata deputet që sot janë deputet në Kuvendin e Republikës Kosovës, që vinë nga radhët e listës serbe, janë sulmuesit kryesor të medjave, të policisë, të shtetit tonë në veri të vendit. Dhe përgjithësia vazhdimisht është kërkuar që të ketë ndaj Milan Radojqi që të dorëzohet. Thirrjet ndërkombëtare kanë vazhduar, zyrtaçi për të. Por një gjë e tillë s'po ndodh. Nuk ndodh përderisa në Serbi është një kriminal siç është Vučić. Dhe mendoj që populli serb atje duhet me reflektu dhe me mendu për të ardhmen e tyre, e ardhmja e tyre është drejt Evropës dhe jo drejt Rusisë, ashtu mendoj unë. Dhe thotë që të falenderoj shumë që ishit në Infonatat, besoj të kemi rast për diskutuar edhe në ditët e fushatës zgjedhore, ku afrohet koha e nëntorit balotazhit vendimtar. Faleminderit shumë, faleminderit për ftesën. Faleminderit të ndëruar shikues që na ndoqët bashkë, do të shihemi sërish nesër. Natën e mirë e mirupafshim.